Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studion e programit Music Plus dhe në këto momente në studio është bashkuar i ftuari për sot, sikurse unë kam prezantuar shkurtimisht pak më parë, Pastor Marcel Fjerajn. Përshëndetje Marcel, mirë se ke erdhur, kënaqësi jemi së bashku. Angela, të përshëndes, edhe përshëndes gjithë dëgjuesit Radio Emanuel, edhe gjithë ata që po na ndjekin live sot. Është kënaqësi për mua të jem këtu. Dhe faleminderit shumë për ftesën. Edhe për mua është kënaqësi gjithmonë të bashkëbisedojmë së bashku, të ndajmë momente shumë të rëndësishme, qoftë edhe nga jeta jonë, secili në atë jetën e tij personale, familjare, por edhe nga besimi dhe mbi gjitha për të ndalur tek tema të tilla të cilat mendoj janë shumë të rëndësishme për tu trajtuar edhe për tu përcjell tek të gjithë ata që na ndjekin. Para se të ndalemi tek tema dhe gjithçka që ke përgatitur sot, më trego si ke kaluar përgjatë kësaj periudhe. Si ka qenë kjo kohë për ty, për kishën, për shërbesat tuaja? Në fakt ka qenë një kohë e bekuar. Ne kemi shuar shumë këtë kohë. Përpara disa javë ne kemi patur pagëzimet, edhe kemi patur 13 veta që u pagëzuan. Lavdi Zotit. Vendosen që të rilindin, edhe të linin jetën e vjetër dhe të visheshin me jetën e re në Krishtin. Kjo është nga gëzimet e mia. Bashortja ime është shtatzan, ne presim fëmijën e dytë. Sa bukur, urime edhe Qelli na ka surprizuar me një dhuratë të dytë edhe për Krishtlindjet. Fëmia do të vijë në jetë. Kështu që kemi parë jetën dhuratë e madhe. Po do të bëjmë prindër për të dytë. Kështu kemi parë njerëz që shlirohen nga pushtimet demonike në shërbesën tonë, njerëz të bëhen të lirë dhe për shkak të dikujt gjithë familja pranovi Krishtin, u pagëzuan. Kemi shijuar fitoret e Zotit edhe japim lavdi Zotit për të gjë, sepse ne thjesht jemi ena, është ai që i bën gjërat përmes nesh. Më vjen mirë edhe lavdi Zotit gjithçka që ka ndodhur tek shërbesat tuaja në kishë edhe për mënyrën se si kisha vazhdon të rritet edhe të qëndroje fort me besim tek fjala e Perëndis. Në fakt, ajo që duhet të të pyes në këto momente, duke u nisur edhe nga realiteti rrethanat shumë e lidhin leadershipin kryesisht me përvojën dhe moshën në gjitha fushat. Si mendon se mund të jetë një i ri, një lider shpirtëror dhe patjetër me ndikim në kohën në cilën ne flasim? Kjo është nga temat që mua më pëlqen që ta zhvillojmë sot. Sepse kur Perëndia më thiri në shërbesën e pastorit isha vetëm 22 vjeç. Edhe unë jo pa qëllim të kam ftuar për të ndalur te kjo temë. Edhe kur njerëzit më pyesin në çfarë moshe e për pastor, unë ju them 22 vjeç duket pak e pabesueshme. Po kur Perëndia të thret, ai nuk shikon moshën, ai shikon një zemër që është gati t'i bindet atij. Edhe e falenderoj Perëndin që ka qenë besnik me mua, më ka marrë për dorë, rrugës ka mësuar shumë gjëra me të. Edhe e mbaj mend, përpara se nisja shërbesën si pastor, mora një profeci nga pastori im, në kishën ku kam qenë atëherë, edhe ajo më ka mbajtur fort. Edhe kur ti ke ku mbahesh, asnjë gjë rrugës nuk mund të posh, sepse ti thua Perëndia më thiri, nuk e kam thirrur veten time vet. Është ai i përgjigjës, ai më mori. Ai ka vendosur gishtin e tij në jetën time. Ne shikojmë Davidin në Bibël, ishte shumë fare i ri, edhe Zoti e thiri të bëhesh mbret. Në vërtet. Kur ti sa i ftovi të gjithë bijtë e tij për darkë, sepse Samueli kishte erdhur për të zgjedhur mbretin dhe për të vajosur, Davidi ishte i paftuar, nuk u lajmërua. Edhe në fund Samueli thotë, "Ore, a ke ndonjë fëmijë tjetër?" Thotë, "Kam edhe një atje në fusha Ashbari." Pra ishte i padëshiruar për familjen e tij. Por Zoti thotë, "Nuk do të filloni tani, thirreni përpara se të filloni tani." Kur Perëndia vendos gishtin e tij në jetën tënde, njerëzit mund të kenë ignoruar, njerëzit mund të shikojnë për shkak të moshës, mund të shpërfillin, por Perëndia nuk shikon pamjen, nuk shikon eksperiencën, ai të pajis rrugës, ai të vajos rrugës, ai shikon zemrën që është gati të bindet. Jam shumë dakord. Sot jam 36 vjetë dhe u bë në shërbes 14 vite si pastor në Tetorën Mbush. Kthej kokën mbrapa, them, Zot, çfarë të bëri ty të më besosh mua, 22 vjeç kishën tënde. Dhe Zoti më thot, unë pash një zemër që ishte gati të më bindesh e të më dëgjonte.
edhe unë besoj në ty sepse shikoj Krishtin brenda teje. Edhe një lidhësh i ri mund të jetë me ndikim, jo për shkak të viteve ankela, po sepse lejon frymën e shenjtë të ndikojë në jetën e tij, të flas edhe të formojë karakterin e tij. Edhe Zoti thirrri njerëz të rinj në Bibël si Jozefin, Davidin, Timoteun, Jeremian, Maria, se Zoti nuk shikon moshën, shikon një zemër që është gati për t'u bindur atij. Edhe unë besoj në zemrën time që një lider i ri shpirtëror mund të jetë me ndikim në ditët e sotme, është për shkak të një marrëdhënie të gjallë e të thellë me Perëndin përmes lutjes çdo ditë tek fjala. E mbaj mend, isha 14 vjeç kur përpara se babai im të ndronte jetë, edhe të vdiste në një aksident që dikush e goditi gabimisht. Unë atë kohë kam shkuar në takimin e fëmijëve 10 vjeç, edhe u shlirova nga ankthi. U shërova nga ankthi në takimin e fëmijëve. Kam vojtur nga ankthi për një vit rresht si fëmijë. Prindërit e mi nuk e gjenin do zgjidhen, më kanë çuar në shumë doktor. Po kur vajta në takimin e fëmijëve, Perëndia më takovi dhe më shlirovi. Edhe duke u rritur në takimin e fëmijëve kisha këtë Biblën Dhjata e re, atë Biblën blu. Jo të voglën, por që ishte pak më e madhe, Deodati i ri. Po do doja ta kisha një Bibël të madhe, në atë kohë nuk ishte shumë Bibla të mëdha, ishte më vështirë për ta gjetur. Vetëm tek qytetar se farë mund të gjej edhe një Bibla të re kushtonte 25-30.000 lekë, ishin shumë kohë, ishte shumë lekë në atë kohë. Edhe un po lutesha ta kisha një Bibël të madhe, Dhjata e vjetër, Dhjata e re. Nuk e di në të kujtojt, ishin këto me figura që janë Izraeli, ishte dhe ajo tjetra me kapak i trash, e kupton? Ishte ngjyrë floriri ose ngjyrë kuqe e lyre. Kemi edhe në ambientet e radios një të tillë. Unë doja një si ajo. Ato ishin me lek, unë nuk e kisha mundësin ta bleja. Familja ime se kishte mundësin të më ndihmonte, edhe jam lutur për një kohë gjatë. Edhe ja ku gruaja pastori thotë do kemi një konkurs me historitë e Biblës. Edhe ai që fiton pikë më shumë dhe di më shumë vargje përmendesh dhe përgjigjesh në gjithë historitë e Biblës, unë ja kam bërë dhuratë këtë Bibël. Nuk e ke ide ngërzimi, kërceu në zemrën time. Kam danjur duke i përshtritur gjithë historitë që kishim mësuar, gjithë vargjet përmendesh, apo ditarin, gjithë shënimet që kisha bërë, i mësova gjithë atë javë dhe kur të diel mbas shërbesës ne mblidheshim në kuzhinën e saj edhe kishim konkursin, kam fituar. Isha i pari nga të gjithë. Pastori, edhe përshëndes Kelly Daniel, pastori kish sa adhurimi ma ka dhënë Marcel, kjo është për ty. Ai e bëri konkursin. Falenderoj Zotin për ata dy njerëz sepse kanë investuar në jetën time, ka qenë kaq shumë bekim, ka qenë si hetër frymëror në jetën time. Edhe kam akoma Biblën sot, me cilën unë predikoj, është ajo Bibël që është afërsisht që nga 2014 dhe 2026, nuk e di sa vite i bie. Është e njëjta Bibël. Po, është e njëjta Bibël, edhe thot për ty dhurat nga grupi fëmijëve. Në momentin që e mora shkova në shtëpi, po e puthja, po e përqafoja, po kërceja, mamaja tha çfarë ka ndodhur me ty? Kështu thash kam fituar Biblën që unë ndëroja ta kisha. Edhe në momentin që e mora kam thënë Zot, ti më shirove nga ankthi, jeta ime nuk është më imja. Ta jap ty, ja ku jam. Më thirr dhe bëj çfarë të duash me jetën time. Dhe mbas ca kohë babai tim ndron jetë në aksident. Dhe unë isha i thyer, shkoj në kishë, mbaj mend, isha ulur në karrigën e rreshtit të parë. Fryma e Zotit bie mbi pastor Kelin, edhe ai filloi të çante me dënes, ul në gjunjë podium dhe tha, tani Zoti po më flet për ty, bir. Brenda një kohë të shkurtër, unë do të thras ti je bari i kishës. Njerëzit do habiten në vajosjen tënde. Do t'i ja vajosjen e apostolit Paul dhe njerëzit do të pyesin gjatë gjithë jetës sa vjeç je. Dhe kështu njerëzit kur më takojnë më thonë, fal, sa vjeç je ti? Më kujtohet çfarë Zoti më ka thënë. Kur Perëndia thret ankela. Ai nuk shikon moshën, nuk shikon pamjen. Bibla thot për Jezusin nuk kishin pamje që ta dëshironin njerëzit. Ai nuk shikon vitet që kemi supë. Ai shikon një zemër që është gati të bindet. Dhe nëse ke një zemër si fëmijë, Perëndia mund t'i jap formë, të ti i kollajshëm në duart e Zotit, që të përdoresh e të lëvizesh nga ai në mënyrë të mbinatyrshme. Dhe unë besoj në zemrën time që kur që atë kohë fillova të kisha një lidhje të thellë me Jezusin, mbasi e mora këtë Bibël, fillova të lutej, lexoja Biblën, shkruaja predikime sikur do më ftonin të diel të predikoja. Besohet? Shkoj i përgatitur. Jetoja me ëndrrën që Perëndia do të më thras një ditë. I kam ende në bibliotekën time predikime që shkruaja. Të diel do të më thras pastori, do të predikosh ti. Isha vetëm 15 vjeç. Nuk më binte radha. Kisha shumë pastor, shumë drejtues. Kisha ishte mbi 100 ca veta. Unë jetoja me ëndrrën çdo ditë, sepse unë mbajta te kjo fjalë, te kjo profeci që Zoti më tha që fëmijë. Edhe për shkak se kur ti investon në marrëdhënien tënde me Zotin, jeton një jetë bindje. Edhe
një jetë me një jetë të shenjtë. Patjetër kam bërë dhe gabime, por kam shkruar me vrap, pendohem, sepse Zoti e di që ne do të bëjmë gabime. Por ai thot, sa i gatshëm je ti të vish të thyer zemrën për ulësh përpara meje. Dhe unë besoj në zemrën time që Zoti i thot Timoteut përmes Paulit, askush të mos e përçmoj ose tash përfill moshën tënde të re. Po, bëu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri e në besim. Dhe unë besoj në zemrën time që autoriteti i një lideri fitohet përmes shembullit, jetës, dorëzimit dhe bindjes, jo për shkak të viteve. Shumë e vërtet dhe të falenderoj që ke ndarë në një farë mënyre këto momente kyçe në jetën tënde, në marrëdhënien tënde personale me Perëndin, dhe kjo tregon se sa e rëndësishme është, sidomos edhe për një fëmijë. Ndoshta një veprim i thjeshtë që ne si të rritur mund të bëjmë, por gjitha ka një ndikim të madh në jetën e tij, por dhe në atë që ai do të ketë më pas në marrëdhënie me Perëndin. Cilat kanë qenë ndoshta sfidat më të mëdha me cilat i përballur si një lider i ri shpirtëror, dhe si i ke kthyer ato ndoshta edhe në mundësi për të rritur tek Perëndia, për të rritur në fjalën e tij? Në fakt, kur lexova temën që më dhe, ishte një nga temat që unë e shikoj veten time këtu. Ashtu udhëtimi me Zotin, që djali i ri dhe deri sot, që jam burr, baba. Kur Zoti thiri Jeremian, ai tha, Zot, unë jam një djalosh, nuk di të flas. Ai ndjeshej i paaft. Por Zoti çfarë i tha, mos thua jam djalosh, sepse unë do të jem me gojën tënde dhe unë do të jem me ty. Mos ki frikë ata cilëve ti do t'ju mësosh fjalën time, sepse unë jam me ty. Edhe dua të jemi sinqert në këtë pyetje që ke bërë, Ankela. Si një djalë 22 vjeç u përballa me disa sfida. E para ishte në vlerësimi për shkak të moshës. Kur takohesha me pastor, dua të jemi sinqert. Në takime, konferenca, aleanca, nuk ndjesha që isha në të njëjtin nivel me ta, sepse ata kishin jo për shkak dhe moshën e tyre, po dhe vitet në shërbes. Dhe të jemi sinqert, dhe shumë njerëz nuk besuan tek unë që Zoti më kishte thirrur. Që mbas disa viteve më kanë erdhur dhe më kanë kërkuar dhe falje, sepse pan frutin dhe vajin e Zotit në jetën time, aftësinë mbi natyrshme se Zoti më ka lëvizur dhe më ka përdorur për 14 vite rresht në jetën time. Dhe Bibla thotë ju të jini njerëzit nga frutet. Ata gjykuan tek pamja jashtme, 22 vjeç ky djalë, ku e mori thirrjen, si u bë pastor, s'ka eksperiencë, nuk ka resurse, s'ka financa, s'ka pamje, s'ka bukuri, s'ka shkollë biblike. Edhe të jemi sinqert, një nga sfidat ishte në vlerësimi për shkak të moshës. Por Pali thotë dhe dua ta përsërit, edhe nëse ka ndonjë të rinj që po më dëgjon, askush të mos e përçmoj moshën tënde të re. Amen. Edhe përgjigja nuk është të kërkosh respekt apo ta fitosh atë përmes duke bërë luftë, po duke jetuar një jetë që e nderon Zotin. Njerëzit do ta kuptojnë që Perëndia është në jetën tënde. Edhe thjesht nuk luftova për ta fituar respektin e shumë pastorëve. Nuk fola keq për ta. Nuk vajta ti përballë duke thënë pse s'beson tek unë dhe pse e kupton më shikon në këtë lloj mënyre. Thjesht lash Zotin të bënte atë që kishte shkruar për jetën time dhe ti ishte e dukshme në jetën time. Davidi nuk e fitoi respektin duke përpiqur ta vrisë Saulin. Ai thjesht la Zotin të vepronte për jetën e tij. Që ai doli në fushën e betejës, vravi gigantin dhe njerëzit kuptuan që Perëndia ishte me ta. Dhe pastaj njerëzit kënduan, Davidi vrau 10.000, Sauli 1.000. Ai fitoi respektin për shkak të asaj intimiteti që kishte me Perëndin, për shkak sepse ju bin Zoti dhe ishte në fushën e betejës për të vrarë gigantin. Edhe në zemrën time kam thënë, e di që njerëzit nuk më vlerësojnë për shkak të moshës, nuk besojnë në thirrjen time. Po. Nuk shikojnë aftësinë jetën time, por unë besoj që ai që është brenda meje beson tek unë. Dhe unë do të vazhdoj të eci në bindje, sepse duke ecur në bindje është e vetmja gjë që kënaq Zotin. Dhe njerëzit rrugës pan këtë djalë që të shkruante këngë për Zotin, dhe këngët e mia sot në YouTube po prekin gjithë Shqipërinë. Fillova të regjistroj predikime dhe titha në YouTube dhe njerëzit sot dëgjojnë mesazhet e mia dhe jetët e tyre po ndryshojnë.
njerëzit filluan të më ftonin në kampe, në konferenca për të adhurimi për të folur. E lash Zotin të tregonte njerëzve që ai që më thiri do ta tregoj veten e tij në jetën time. Dhe besoj në zemrën time. Të përdorur patjetër për mbretërinë e tij. Dhe unë i them nëse është dikur që Zoti ka thirrur në moshë të re, mos lufto me njerëzit. Edhe pse ata mund ta nënvlerësojnë moshën tënde, lere Perëndin të shfaqet përmes teje e të tregoj të tjerëve se çfarë është i aftë ai të bëj përmes teje. Dhe kjo ka qenë një nga sfidat në nënvlerësimi moshës. Por e fitova respektin jo duke folur keq, duke u luftuar me të tjerët, duke u minjanuar, duke i mbajtur mëri, duke pasur atërmbetje, duke ecur në dashuri dhe duke lejuar frymën e shenjtë të shfaq lavdinë e Zotit në jetën time. Mendoj që një nga sfidat që të rinë përballen sot është presioni me botën. Një lider i ri ka të ndihmë gjithashtu. Mund të kërkoj për miratimin e njerëzve. Wow, sa bekimi ishe për të bërë tokitjen e të tjerëve. Ankela. Por unë besoj në zemrën time. Nëse ti ecë në besnikërinë ndaj fjalës së Perëndis, nuk ke nevojë për miratimin e njerëzve. Ti ke nevojë për miratimin e qiellit, nëse ecë në bindje ti je sukses për Zotin. Nëse ti kërkon miratimin e njerëzve, atëherë ti kërkon ti pëlqesh njerëzve, Bibla thot, apostulli i parë thonë nëse përpiqem ti pëlqej njerëzve, atëherë unë nuk jam shërbëtor i Krishtit. Një gjë që kam mbajtur në zemër është nuk ti bëj gjërat për njerëzit, që të më duar trokasin dhe të më pëlqejnë. Nuk ti bëj gjërat që ta kënaqësh Perëndin. Dhe nëse kam qiellin si tribunën kryesore që duar troket për mua Ati, Biri dhe Ëngjëjt, për mua është okay. Njerëzit s'mund të më pëlqejnë. Por ama nëse unë kam okay në qiellit, atëherë unë do të dal një ditë përpara fronit të Perëndis, jo për të dhënë llogari njerëzve, por për të dhënë llogari Zotit dhe më duhet ta jetoj jetën për Perëndin. Shumë inkurajim gjithçka që je duke ndarë, Marcel, edhe sidomos në kohën në cilën ne jetojmë, kur shumë të rinj ndoshta mund të kenë marrë një thirrje dhe mund të jenë duke shërbyer, por nga ana tjetër të riqen, janë skeptik për të gjitha këto arsye që ti përmende, dhe ndoshta mund ta gjejnë veten më së miri tek fjalët edhe tek situata me të cilën ti je përballur. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio, dhe ti e përmende pak më parë që përgjatë viteve ka adhuruar Perëndin në forma nga më të ndryshmet, por mbi gjithatë përmes muzikës. Prandaj në këto momente unë dëshiroj të ndjekim së bashku këngën Beteja i takon Zotit, kënduar pikërisht nga Marcel Firaj. Rikthehemi vetëm pas pak në studio. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Beteja së shtëndja shtegimja thënë Zoti. Qëndroni në mua dhe më kërkoni. Zoti lufton për ju që besoni. Nga çdo me Zotin në krah, çdo armiku mu, kur të shohi në Zotin, të mundur do t'iki në shtatru. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Beteja së shtëndja shtejimja thënë Zoti. Qëndroni në mua dhe
lufton për ju që besoni. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Betejë së shëndja është e imja thon Zoti. Qëndroni në mua dhe nuk kërkoni. Zoti lufton për ju që besoni. Është e imja, është e imja, është e imja kjo betejë. Ty në balt, ty në balt, s'të kam lënë dhe s'do të lej. Është e imja, është e imja, është e imja kjo betejë. Ty në balt, ty në balt, s'të kam lënë dhe s'do të lej. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Betejë së shëndja është e imja thon Zoti. Është e imja thon Zoti. Qëndroni në mua dhe më kërkoni. Zoti lufton për ju që besoni. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Betejë së shëndja është e Betejë i takon Zotit, një këngë nga Marcel Firaj na rikthen në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën me Marcelin dhe ajo që dua të pyes në këto momente është se përgjatë këtyre viteve, sidomos në vitet e para ku ti ke pasur atë zemrën thirrjen që ke marrë për të shërbyer edhe për të qenë një drejtues, a ka pasur një moment në jetën tënde kur e kuptove qartë se Perëndia po të thëriste për të udhëhequr dhe si ndoshta e ke përjetuar atë? Angela, besoj se Perëndia më thiri për të udhëhequr përpara se të më jepte pozicionin ose titullin pastor. Thirrja ti fillovi në zemrën time, Perëndia më shërovi nga ankthi, fillovi të thyente modelet gabuara, cilat unë isha arritur në një familje që nuk e njihte Zotin. Po. E thirrja nuk fillon kur ti merr pozicionin, po thirrja fillon që në momentin që ti e dorëzon zemrën tënde. Aty Zoti fillon të punojë të përgatis ty, e të bëj gati ty për veprën e tij. Fillovi, më shërovi nga ankthi, fillovi të thyente modelet gabuara në jetën time. Edhe fillova të kisha uri për Perëndin, dëshirë për fjalën e Zotit. E lexoja fjalën, studioja librat krishterë, mbaj mend Polong Cho. Lutja. Një libër, libri i parë që ndoshta Unë kam lexuar. Ke lexuar, po. Ka pasur dhe libra të tjerë, për momentin nuk po më kujtohen, por ky libër ishte një nga librat që më sollin intimitet afër Zotit. Ashtu sikur s'është dhe lutja në fakt. Edhe ne jetonim në një shtëpi të vogël gazoniere me prindrit. Babai tim e bleu atë në vitin 1985. Ishte një dhomë e madhe, një korridor dhe një banjë. Edhe ne ishim 3 veta, unë duke qenë se jam fëmijë vetëm. Edhe ti di që shtëpia ka punë, duhet gatuash, duhet pastrosh, duhet lash. Edhe unë lutesha në korridor. Sepse në dhomë ishte mami dhe babi. Merr një udhë ose guvertën me cilën flija, e shtroja, ulesha në gjunjë. Dhe filloja të kërkoja Perëndin dhe i thoja atyre, për një orë nuk do të dilni. Do të qëndroni në dhomën tuaj. Po kemi punë, e kupton? Si u prit nga prindrit në atë kohë? Ata më mbështetën, më mbështetën sepse panë që Zoti më shërovi nga ankthi. Edhe ishin shumë të lumtur që atë që doktora s'mund ta bënin dot, unë takova një burr me emrin Jezus, që ishte i aftë më çlironte. Dhe ata besonin që jeta ime do bekoheshe vetëm duke ecur me Jezusin. Amin. Sepse ata pa në fëmijërinë time që unë kisha vojtur nga lloj smundjesh.
në fëmijëri unë kam përjetuar lloj sfidash që i ligu është përpjekur të ma marrë jetën. Dhe ata thonin pse i ndodhin kaq shumë gjëra fëmijës tonë. Ata nuk e kuptonin që përpara se unë të merr një thirrjen, i ligu e dinte që Zoti kishte vendosur gishtin jetën time, as vetë nuk e dija, dhe kur kthej kokën sot them, pse më ka ndodhur gjithë ato gjëra në fëmijëri, them për shkak se i ligu është përpjekur ta ndaloj çfarë qelli kishte për mua. Por Bibla thot, kur unë të kam thirrur të zë për dorë, mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Dhe kur të kalosh zjarrin nuk do të djeg, flaka do të konsumoj, sepse unë jam me ty. Do të përmend një gjë dhe diçka shumë të bukur, Ankela, që ka prekur zemrën time, unë ende mbaj kujtim në zemër. Amaja time nuk është këtu në tokë, por është në qiell me Jezusin dhe e di që do po gëzohet për gjërat që Perëndia po bën në jetën time, në familjen time. Amaja time tha, thirrja fillon qysh përpara se ti të ngjizesh. Sepse Perëndia thot Jeremias, përpara se të formoja në barkun e nënës tënde, unë të kam njohur. Dhe përpara se të dili nga barku i saj, të kam shëntëruar. Fjala shëntëri në hebraisht do thot të heq mënjan për veprën time. Mbaj mend një moment që mamaja më ka treguar, thot ne kishim prindët e mi nuk jetojnë, por do ta tregoj si dëshmi. Unë isha shtatzan me ty dhe ti ishe disa muaj në barkun tim edhe imagjino ishte vitin 1990. Akoma kisha ungjëllore s'kishin filluar në Shqipëri. Në patëm një moment në martesën tonë që u thyem, më tha mamaja, ne të dy, me babain, kishim kaq shumë ngrinje dhe donim të ndaheshim, të divorcoheshim. Duke qenë se ata u martuan në mbledhsëri. Edhe nuk e njihnin mirë njëri tjetrin. Po siç ndodhte dhe karakteri zbulohen gjatë kohës që ti jeton me dikën në familje dhe ti surprizohesh thua, "Ej, nuk është ky njeri që unë doja të martohesh." Edhe ishte një moment kritik që ne do ndaheshim, më tha edhe. Ata nuk u ndanë, lavdi Zotit. Edhe unë isha shtatzan me ty disa muaj dhe familja po më nxiste që të abortoja. Familja e mamas time i thanë, nuk çe do këtë burr, ti ke grindje, nuk përshtatesh, nuk përpudhesh, ti do vuar gjithë jetën. Edhe po më mbushtin mendjen që të abortoja dhe e ushqeja çdo ditë këtë mendim, tha, edhe më shumë dhe po bëhesha gati që ta kryeja këtë mendim, këtë veprim. Dhe mbaj mend atë ditë kur po flija në natën vonë. Një burr më shfaq me të bardha, unë nuk e di kush ishte, tha. Imagjino, unë isha vajzë e re. Unë nuk kisha dëgjuar kur për Zotin, kishte një Zot, por nuk e dija kush ishte Jezusi. Unë nuk e kisha lexuar kur Biblën. Edhe tha, atë fëmijë që mba në bark, unë e kam thirrur. Mos bëj gabim të heqësh sepse ti do të përballesh me gjykimin tim. Mbaje, sepse kam një plan për atë fëmijë. Dhe mamaja ti më zgjoitur mes të natës duke qarë me dënes, u zgjuan prindët e saj çfarë po ndodh me ty, më shfaq një burr me të bardhë, ajo nuk ja dinte emrin se çfarë ishte, por tha unë pash një ëndër, o do jetë një angjëll o një Zoti, unë nuk e di, por unë këtë fëmijë çfarë do të ndodh, unë nuk do ta abortoj, unë do ta mbaj. Dhe unë zgjodha të mbaja. Kur më ka treguar në kohën që nisa shërbesa si pastor 22 vjeç, kam qenë në lot. Kam thënë Zoti tim ke dashur që në ngjizje, që në far, në gjenes. E këtë ai na i thot në fjalën e tij. Edhe nuk është se më mbajti mamaja në bark, por është dy duar të fuqishme që më kanë mbajtur. Djalli deshte që unë të abortohesh edhe të mos isha në jetë, po për shkak të Jezusit. Unë jam sot gjallë, kam një familje edhe jam duke predikuar jetë të shumë njerëzve. Je bekuar dhe je duke bekuar gjithmonë edhe më tepër njerëz të tjerë të cilët marrin nga fjala e Perëndis përmes teje. Një dëshmi vërtet shumë prekse dhe unë personalisht jam prekur në këto momente dhe ndoshta ne shumë situata në jetën tonë nuk i kuptojmë përse ndodhin. Edhe ndoshta mund të vëmë edhe Perëndim para përgjegjësisë duke i kërkuar llogari Zot pse. Por që patjetër planet e tij janë shumë më të mëdha dhe për mua ky është një ndër vargjet më të bukura. Me cilën e inkurajoj dhe gjithmonë veten edhe në ato situata të vështira, në situata sfiduese. Por Marcel, jetojmë në një botë ku për fatin ton të mirë apo edhe të keq, sepse mund të marrim më të mirë nga teknologjia, rrjetet sociale, por nga ana tjetër mund ndikojnë dhe negativisht. Zëri i rrjeteve sociale shpesh dëgohet më shumë se sa zëri i besimit. Si arrin të mbetesh i fortë në Krishtin dhe të ndikosh pse jo pozitivisht, kryesisht duke ju referuar brezit të ri, sepse
Përirtës së vërtetës janë ata që preken më tepër, ndikohen më shumë nga modelet e rrjeteve sociale, nga gjithçka që ndodh aty, nga ajo jeta e bukur që përirtës së vërtetës jo gjithçka është ashtu siç shfaqet dhe duket aty. Sot jetojmë një kohë kur rrjetet sociale kanë fuqinë të formojnë mendime, vlera, identitete brenda pak sekondash. Por besoj në zemrën time që një lider shpirtëror nuk e ndërton jetën mbi atë që është popullore, mbi atë që njerëzit bëjnë, mbi atë që është e vërtet. Edhe unë e di që rrjetet sociale janë një portë që Satani të ndikojë të rinjt. Ti jap atyre identitet, ti ndikoj ata, ti treq ata në mëkat, ti largoj ata nga Perëndia, ti bëj ata të jenë të zënë me diçka që argëton në vend që të përjetojnë gëzimin e Perëndisë e cila plotëson zemrën. Dhe argëtimi me gëzimin duke sikur janë njësoj, duke njësoj, por nuk e kanë të njëjtën vlerë dhe fuqi në jetë. Sepse paraja të argëton, miqt të argëtojnë, muzika të argëton, por Krishti tha unë po t'jap gëzimin e vërtet. Dhe gëzimi i vërtet është ai që të mban ty në mes të sfidave, në mes të problemeve, në mes të betejave, ti e di që Perëndia nuk mungon në jetën time. Edhe që zjat. Po, është me mua. Edhe ai do të më nxjerrë në anën tjetër fitimtar. Edhe unë besoj në zemrën time që të rinjt nuk duhet ta lejojnë që zëri i botës të bëhet më i fortë se zëri i Perëndisë në jetën e tyre. Sepse nëse zëri i botës bëhet më i fortë se zëri i Perëndisë në jetën e tyre, ata nuk do kenë ndikim. Do të jenë thjesht të rinj që janë të tharë frymërisht. Unë besoj në zemrën time që ne duhet të rënjosemi te Krishti duke ushqyer çdo ditë marrëdhënien tonë me Jezusin. Edhe si një lider i ri në moshën 22 vjeç Zoti më thiri të drejtoja një kish. Në atë kohë shumë njerëz janë çliruar nga pushtimet demonike. Në atë kohë kam dalë fushat ungjillizimin në qendra, në lagjet kurrita, duke predikuar ungjillin. Kam thirrur shumë njerëz mbas predikimit të ungjillit në rrugë, kam vendosur duar mbi ta, janë shëruar, çliruar dhe kanë erdhur në kish. Çfarë një gjë që më ka mbajtur gjatë gjithë jetës time, Ankela, është marrëdhënia me Zotin. Po. Koha ime lutjes. O ta gjeja veten time në korridor duke u lutur si fëmijë. Pastaj, në momentin që shkova në kish, ishin dhoma të ndryshme tek kisha adhurimi dhe dhomën e fëmijëve, unë i thoja pastorit dhe gruas së tij të lutem, do ma lini mua, atje takimet bëshin takimet e fëmijëve, ndaheshin moshat, ishte dhoma të ndryshme, për adoleshentët, për fëmijët e vegjël foshnjat, edhe për fëmijët e kupton, sipas grup moshat. Edhe një nga dhomat unë shkoja çdo mëngjes. Kur isha domethënë pushim në shkollë, ose çdo masdite, merrja çelsat, hyja dhe kaloja kohë me Zotin. Do ta gjeja veten time kur isha i rritur dhe fillova shërbesën të shkoja te kodrat e qytetit. Merrja kitaren dhe kaloja kohë me Zotin. Infektova shumë nga të rinjtë e kishës. Ku po shkon pastor? Po shkoj në kodrat për të lutur. A mund vi dhon me ty? Po patjetër mund vish. Edhe kur unë shkoja për të lutur të gjeja të rinj atje që kishin marrë Biblën, kishin marrë libra në vendin ku unë lutesha. Edhe lexonin. Edhe sot ata vazhdojnë ta bëjnë akoma duke thënë isha mbasdite tek vendi ku ne kemi shkuar në fillimet për të lutur pastor dhe po kaloj akoma me Zotin atje. Një nga gjërat që më ka mbajtur fort në mes të studive në jetën time është marrëdhënia me Zotin. Nuk ishte thjesht kur nisa shërbesë si pastor, sepse përpara se ta nisja unë smura me ulçer, përjetova një hemoragji, Ankela, edhe isha në kritik për jetën, për ta humbur jetën. Por Zoti prapë mbajti. Mbaj mend e ke ndarë këtë moment edhe për gjatë një interviste dhe në mos gaboj ke realizuar dhe një këngë për këtë. Është ajo, unë i flas malit smundjes, është historia e jetës time atje. Nuk ka qenë thjesht, por një nga gjërat që unë e kam mbajtur dhe kam shtrënguar fort ka qenë marrëdhënia me Zotin e jeta e lutjes. Pavarësisht gjithçkaje. Edhe unë inkurajoj të rinj që të mos i lejojnë rrjetet sociale të ndikojnë, të jenë të zënë me rrjetet sociale. Po të kenë jetë në lutje, jetë në fjalën. E të jenë zë për rrjetet sociale. Djalli mund t'i përdorë rrjetet sociale për të ndotur ty me gjërat e pisa që shikon atje, ose me njerëz të gabuar që mund të lidhesh, ose
ti mund të bësh zëri përëndis rrjetet sociale duke folur zemrave. Edhe gjithmonë i kam përdorur rrjetet sociale si YouTube-in apo Instagramin apo Facebook-un për të erdhur mesazhe, postera, video, këngë të mia për të folur zemrave të njerëzve. Sepse asnjëherë nuk e dim se si njerëzit mund të preken dhe mund të ndikohen edhe se si Perëndia mund t'i përdor të gjitha këto për t'i folur dikujt edhe për të prekur një person. Po kam takuar njerëz që konferenca dhe më kanë thënë për shkak të mesazhit tënd isha në një situatë të jashtëzakonshme, shumë të madhe. Kam marrë përgjigjen e Zotit, shumë faleminderit që ke hedhur atë mesazh në YouTube. Po pra, ne Kam asnjëherë nuk e takuar njerëz që dim. më kanë thënë kam qenë smur në spital, duke vuajtur, po kënga jote në këtë stuj më ka dhënë zemër duke dëgjuar çdo ditë, kam fitore. Faleminderit që ke shkruar atë këngë. Kam miku në shtëpi, kam thënë Zot, nëse një e ka dëgjuar mesazhin apo këngën time dhe ka ndikuar, ja vlen. Çfarë un kam bërë për ty? Marcel, sipas teje shkurtimisht, çfarë dallon një lider shpirtëror të vërtet nga dikush që ndoshta thjesht ka një ndikim apo ka më tepër popularitet? Për arsye nga më të ndryshmet. Besoj se ndryshimi është i qartë, Angela. Populariteti ti jep audiencë, po karakteri dhe vajosja janë ato që të mbajnë. Edhe një nga gjëra që unë i flas vetes është, nuk do doja të fitoja duart rrokitit e njerëzve, po do doja që karakteri i Krishtit të më mbante në jetë, sepse unë mund të fitoj duart rrokitit e njerëzve, por në mes të tundimeve, betejave, kush do të më mbaj? Nuk do të më mbaj duart rrokitit, do të më mbaj jeta e lutjes dhe karakteri im i Krishtit. Edhe për fat keq shumë lider dështojnë sot sepse kanë dhunti, por nuk kanë karakter. Edhe karakteri formohet në dorëzim, formohet kur ti thyesh përpara Zotit. A kam nevojë të formoj në karakter në pikën ku jam? Absolutisht po, dhe çdo pastor ka nevojë të formohet në karakterin e tij. Sepse në fund Të fundit gjithë ne jemi kemi njerëz. Ne kemi nevojë për poçarjen të nëja formë. Edhe një nga frikrat e mia të shenjta është Zot punon karakterin tim. Sepse është bekim kur ti shikon njerëz të pakzohen, financa, Perëndia të bekon me financa, njerëz rriten në kish, po kush do t'i mbajë bekimet, frutshmërinë? Peshën e gjithë bekimet mban vetëm karakteri, Angela, jo populariteti. Kam parë njerëz që kanë popularitet dhe ti humbin të gjithë popularitetin edhe fansat dhe lajkat e tyre. Është për shkak sepse gabuan diku rand dhe gabimi i tyre doli. Është karakteri që të mban në familje, në shërbes, në shoqëri. Dhe një nga gjërat dhe lutjet e mia çdo ditë është Zot, mbill frikën tënde në zemrën time. Shumë e bukur kjo. Ta urej mëkatin me urrejtjen që ti urren. Të mos jetoj për të pëlqyer njerëzve, por të jetoj për të pëlqyer ty, Perëndi. Edhe dikush mund të ketë mira ndjekës, por kjo nuk thot domosdoshmërisht që po udhëheq njerëzit e të Krishtit. Sepse Perëndia shikon motivet pse po e bën atë gjë. Po. Jo, pse po e bën. Njerëzit shikojnë sa e bukur është, por Perëndia shikon pse po e bën. E nëse motivi është që Zoti të lartësohet, atëherë kjo do të vendoset në llogaritë të drejtësisë e ti do të shpërblesh. Nëse ti po e bën thjesht për duartrokitje, famë, miratim, pëlqim, ti ke mungesë identiteti në jetën tënde. Sepse ti e gjen përmbushjen në pëlqimin dhe duartrokitjen e njerëzve, por ne jemi thirrur ta gjejmë përmbushjen vetëm tek Jezusi. Edhe kjo pastaj ndoshta na sill në një tjetër temë, identiteti në Krishtin, një temë shumë e bukur edhe shumë e rëndësishme, që ndoshta mund ta sjellim në një tjetër moment. Do të shkëputemi për të ndjekur shkurtimisht një tjetër këngë, vjen kënga Uniflas Mali të Sëmundjes, për cilën ti fole shumë shkurt, por ne kemi prezantuar edhe në puntatat e shkuara të programit Muzik Plus. Ndjekim këtë këngë dhe rikthehemi pas pak sërish me Marcelin për të ndalur edhe tek diçka e fundit. Ai mori plagët time, I mbarti mbi trup dhe mbi
besuar, ku ne I besojmë Perëndis, besimi ynë mali lëviz. Unë I flas mali të smundjes, në emrin Jezus ti do t'mundesh. Zoti im është I gjallë, në emrin Jezus lëviz çdo mal. Unë I flas mali të smundjes, në emrin Jezus ti do t'shkullesh. Zoti im është I gjallë, në emrin Jezus sheshohet çdo mal. Ti je Zoti që lëviz male, asgjë nuk është e pamundur për ty. Ne besojmë, ne besojmë. Ka lëvizur mali nga mua. Jam shëruar nga plagët e tua. Ka lëvizur mali nga mua. Mrekullia erdhi nga duart e tua. Ka lëvizur mali nga mua. Jam shëruar nga plagët e tua. Ka lëvizur mali nga mua. Mrekullia erdhi nga duart e tua. Unë I flas mali të smundjes, në emrin Jezus ti do t'mundesh. Zoti im është I gjallë, Zoti im jetoj, emrin Jezus lëviz çdo mal. Unë flas mali të smundjes, shkulu në emrin Jezus ti do t'shkullesh. Zoti im është I gjallë, emrin Jezus sheshohet çdo mal. Unë I flas mali të sëmundjes, ka qenë kënga që sapo kemi ndjekur në këto momente. Jemi në një bisedë shumë të veçantë me pastor Marcelin dhe ajo që dua të pyes në këto momente, gjatë gjithë kohës në fakt ke ndar mendime, këshilla, sugjerime për të rinjt, duke qenë se unë jam fokusuar gjatë tek të rinjt që janë duke na ndjekur, por çfarë këshille do të jepje një të riu që ndjen një thirrje për të shërbyer, por heziton dhe për këtë jemi koshient, hezitojmë për shkak të pasigurisë, të frikës, mendimit se ndoshta si ty në atë kohë është ende I ri dhe nuk është gati për të ndërmarrë përsipër këtë përgjegjësi, se është një përgjegjësi e madhe. Këshilla ime për çdo të ri që ndjen thirrjen e Perëndis.
është kjo Ankela. Mos lejo që frika të jetë më madhe se sa besimi. Edhe mos lejo që pasiguria të mbyt atë që Perëndia ka vendosur në zemrën tënde. Edhe shumë nga njerëzit në Bibël që Perëndia përdori u ndjen të papërshtatshëm. Mesiu mendonte që nuk dinte të fliste, Jeremia tha jem ende i ri, Gideoni tha unë jam i vogli, mi i dopti i familjes të Manasit, Timoteu ishte i ri në mosh, e megjithatë Perëndia nuk zgjodhi sepse ishin të përsosur, ai zgjodhi ata që ishin të gatshëm të bindeshin dhe të besonin atij. Diçka që ti ke thënë që prej fillimit të kësaj interviste, të kësaj bisede. Unë kurajoj nëse ti ndjen thirrjen e Perëndisë si i ri, mos lejo që frika të jetë zëri në jetën tënde. Lejo që besimi të jetë zëri yt. Mos mendo që je i papërshtatshëm për shkak të moshës, Perëndia do të pajisë rrugës. Perëndia do të sigurojë për ty. Thjesht bindu, sepse Perëndia e di rrugën. Në çdo stacion Zoti do të ndalojë, do të surprizojë duke thënë kam këtë bekim, e kam këtë vajosje, e kam këtë talent, e kam këtë dhunti për ty. Thjesht ec dorë për dorë me Jezusin. Qëndro afër njerëzve të cilët janë etër frymëror. Sepse etrit frymëror i mësojnë bijve rrugën që duhet të ndjekin. Qëndro afër etërve. Mbaj mend kur nisa shërbesun si pastor dhe do ta përshëndes pastor Spiron nga Athina, kisha Logos. Ai isha 22 vjeç dhe ai besoi tek unë, duke u mbështetur. Edhe do të përshëndes edhe një nga miqtë mi, pastor Danin, nga Amerika, Sufolsi. Kam folur para ca ditëve me të në kamerë, i thash faleminderit që besove tek unë. Unë isha 25 vjeç Ankela. Edhe ai më ftovi në Amerikë të predikoja kishën e tij. Ishte 600 veta. Një djalë 25 vjeç, që s'kishte udhëtuar kur jashtë shtetit. Ai besoi tek unë. Qëndro afër njerëzve që besojnë tek ty, që nuk të shikojnë përmes gabimeve, që nuk të shikojnë përmes dobësive, nuk të shikojnë përmes moshës së vogël, por shikojnë potencialin që qelli ka derdhur brenda teje, vajosjen, aftësinë e mbinatyrshme të Perëndisë, që ti nuk ke javë të bësh disa gjëra në jetë, por vajosja që është në jetën tënde mund t'i bëjnë jetën tënde. Dhe këta njerëz Spiro edhe Dani pan tek unë aftësinë e Perëndisë. Nuk pan aftësitë fizike, por pan aftësinë e mbinatyrshme. Edhe vajosja nuk vjen për shkak të një shkolle biblike, nuk vjen për shkak sepse merr pjesë rregullisht në takime. Nuk vjen për shkak se merr pjesë në konferenca, vajosja vjen kur ti ka një marrëdhënie të gjallë me Jezusin, është burimi që mund të mbushesh me aftësinë e mbinatyrshme. Qëndro afër njerëzve të cilët besojnë tek ty, të shikojnë pozitivisht. Mos lejo frikën të jetë zëri në jetën tënde kryesor. Amen. Marcel, po. Dhe diçka të fundit, mos prit që ti je gati, sepse kur nuk do jesh gati, Perëndia do të bëj gati rrugës. Thjesht ec me ta. Mbaj një vesh për të dëgjuar zërin e frymës shenjtë, dhe mbaj një vesh gjithashtu për të kujdesur për familjen, për miqtë dhe për njerëzit. Marcel, përpara se ndoshta të ndash edhe një fjalë të fundit edhe për ta mbyllur këtë bisedë, më erdhi shumë spontanisht të pyes edhe për muzikën, sepse ti je i fokusuar edhe tek këngat, her pas here shkruan edhe realizon, kompozon kënga durimi. Më trego në çfarë faze je për sa i përket këngëve në këtë periudhë? A do të kemi diçka të re? Zoti tregoi ti mirë me mua, më ka dhënë 2 këngë të fuqishme. Sa mirë. Po. Kur isha tek Thur, është një komunitet i krishterë krijuar nga një Aurel Duron, se po më dëgjon, e përshëndes. E përshëndesim. Giulio Poci, cilët janë miqtë mi. Bioni Linza, Bioni, është një ata e kanë Zoti i ka mbjellë në zemër këtë thirrje për të krijuar këtë komunitetin Thur. Pra ne mblidhemi një në vit për disa ditë diku, kalojmë kohë me njëri tjetrin, shkruajmë këngë, adhurojmë, dëgjojmë fjalë të ndryshme për Zotin. Edhe unë isha këtë radhë këtë vit. Mos gaboj mars, april nuk më kujtohet, edhe këndova këngën Ti je i mirë. Një nga këngët e reja që Zoti më ka dhënë. Edhe do ta përmend vetëm një pjesë turës nëse më lejon. Po, patjetër. Fjalët janë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. S'mund t'i numëroj me gisht, janë pafund mrekullit. Shumë e bukur. Që gishtat nuk mund ta kufizojnë dot Zotin.
Edhe nëse do doja ta këndoja me zë. Po, patjetër. Ashtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, s'mund të numëroj me gisht, janë pa fund mrekullit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, s'mund të numëroj me gisht, janë pa fund mrekullit. Dhe vazhdon pastaj ti je i mirë, e ti je i mirë. Shumë e bukur, të falenderoj për këtë, sepse Dëgjoj gjithë sallën të rinjt, 1, 2, 3, 4, 5, e nuk ndalonin. shumë e Nuk do të bukur. ndaloj, ata nuk donin të ndalonin. Vazhdoi, ndoshta mbi gjysmore ta këndonin dhe njerëzit po qanin dhe po adhuronin Zotin me këtë këngë. Amin. Është nga këngët e radhë që do të vi fuqishëm, edhe di çdo prek. Po çfarë zemra. Zoti është i mirë. Sa mirë edhe më vjen mirë që e bëra këtë pyetje kështu, spontanisht. Sepse zbuluam shumë më tepër pritej edhe gjithçka që je duke përgatitur për gjatë kësaj kohe. Për ta mbyllur Marcel, nëse do të kishe ndoshta 1 minutë për të folur gjithë të rinjve që po na ndjekin, cili do të ishte një mesazh i fundit që do që të mbetej në zemrat e tyre dhe që do doje që vërtet të mbetej mbas kësaj bisede tek të gjithë që na ndjekin. Mos lejoni që bota t'ju tregoj kush jeni. Ju jeni ata që Bibla thotë se jeni. Mos lejo që familja, miqt që bullizojnë tregojnë se kush jeni të rinj. Ju jeni atë që fjala e Zotit thotë se jeni. Jeni të dashur, të thirrur, të zgjedhur nga Perëndia për të sjellë dritë dhe shpresën të botë errët. Mos keni frikë të jetoni ndryshe nga të rinjt e tjerë. Shenjtëria nuk është dobësi, shenjtëria është standardi që ti bekohesh të përdorësh nga Zoti. Qëndroni besnik dhe mos bëni kompromise dhe mos lejoni që era e kompromisit t'ju marrë ty sa ndekte. Rënjosuni në fjalë, rënjosuni në lutje, keni një marrëdhënie të gjatë me Jezusin. Nderoni etrit tuaj, pastorët tuaj frymëror, cilët besojnë në ju, flasin pozitivisht në jetën tuaj. Jeni besnik në gjëra të vogla ose besnik në gjëra të vogla, Perëndia beson në gjëra të mëdha. Mos jetoni me program, lejoni frymën e shenjtë t'ju formojë çdo ditë, t'ju drejtojë çdo ditë, t'ju dhejë çapat tuaja. Mos merrni vendime bazuar në emocione, sidomos martesa është vendim shumë i rëndësishëm. Po. Ose ti zgjedh njeriu e dur për të shërbyer Zotit dhe shkon në gjëra të mëdha, ose ti zgjedh njeriu e gabuar dështon, edhe ja rinis përsëri nga fillimi. E të duhet kohë, mund, djerës dhe lot pastaj. Mos merrni vendime bazuar në emocione, dëgjoni zërin e Perëndis. Edhe mbani mend që ju të rinj jeni ardhmja e këtij komi. Edhe ne nuk presim që historia e këtij komi të ndryshojë nga ta pasor që do plaken dhe do kenë më shumë eksperiencë. Ne presim që historia e këtij komi ndryshojë nga njerëz që ti thonë po o Zoti në jetën e tyre. Marcel, të falenderoj vërtet shumë, ka qenë një bisedë shumë e veçantë. Ishte kënaqësi ti ishe sot në studio. Në fakt jemi shumë pranë mbylljes sezonit, të këtij sezoni për të rikthyer më pas në shtator. Nesër do të jetë puntata e fundit e programit Music Plus dhe jam shumë e lumtur që zhvilluam këtë bisedë së bashku në këto momente, sepse jam e bindur që fjala e Perëndis do të ketë ndikim tek të rinj dhe tek gjithë ata që patën mundësi për të na ndjekur. Angela, shumë faleminderit për ftesën. Ju bekoj të dashur miq dhe dëgjues të rregullt të Radio Emanuel. Unë sa herë që vi këtu e shijoj. Në fakt ti gjithmonë që më fton temat që ke vërtet Zoti t'i vendosë në zemër. Janë tema që unë e shikoj veten, e kam kaluar në atë rrugë dhe faleminderit për mundësinë që më dhe që Krishti të flasë përmes meje, sepse unë s'kam çfarë t'ju jap njerëzve. Edhe unë të falenderoj, të uroj shumë bekime, ty personalisht, familjes tënde, Gretës, për të pasur një shtatzani sa më të lehtë edhe për të shijuar bekimet e Perëndis në familjen tuaj, por edhe në kishën tuaj. Faleminderit Angela, Zoti të bekoj dhe ty familjarisht. Një gjë të vogël kam nëse më lejon të shtoj. Po. Kampin 70 gradë drejtuar nga Pastor Edi edhe Artina. Zoti ju ka dhënë atyre këtë vizion, janë njerëz me Është një zemër kamp që unë e natyrore. kam prezantuar me Pastor Edin, mos gaboj vitin e kaluar, por është një kamp që ka disa vite që ndodh tashmë. Unë kam qenë folës për disa vite rresht atje, edhe kam parë jetë të transformuara. Forcit janë njerëz të mbushur. Edhe sidomos të me frymën e rinj, për shenjtë. cilët ne folëm, Po, sepse në mos po. gaboj ka shumë të rinj që janë Të pjesë rinj nga gjithë e Shqipëria, kampit. Maqedonia, Greqia. Mhm. Nëse po më dëgjon, edhe i ke fëmijët nga mosha 13 deri 18, sillen në këtë kamp. Kur do të jetë kampi? Kampi do të jetë nga 4 gusht deri në sa i bie për 5 ditë. Java e parë gushtit. Ja, po. Thuajse. 4, po, deri në 8 i bie.
Kështu që mos hezitoni prindër të rinj, mos hezitoni ejani, Perëndia do të ndryshoj, do të jetë pikë these për juve, do të mbusheni me forcë, do të keni fjalë nga Zoti, do të dilni të transformuar. Edhe do të lidheni me të rinj të tjerë që nesër Zoti do t'i përdor këtë miqësi për të bekuar jetën tuaj. Faleminderit që ndave edhe këtë moment dhe ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe kanë dëshirë për të regjistruar fëmijët e tyre, mund të kontaktojnë personalisht ty, por patjetër edhe me Pastor Edin. Po, faqja Kampi Qytetit Gratë ose mua dhe unë mund të lidh me Pastor Edin. Kështu zhvillohet në Buçimas, në Emi apo Gradec. Do të jetë një kohë fantastike për gjithë të rinj. Lojra, miqësi, plazh, adhurim, këngë, mesazhe, thirrje drejt altarit për të lutur. Folës të bekuar si pastorit Mon Lamnica, unë, do të jetë pastori Ilir Koçi, Edi, ka edhe tuaj, edhe të rinj që janë plot në zjarrin e Zotit. Do të jetë një kohë e bekuar edhe shumë e veçantë për gjithë ata që patjetër do të marrin pjesë në kampin 180 gradë, ku Pastor Marceli do të jetë një ndër folësit në këtë kamp. Ne e mbyllim këtu bisedën, Marcel, shkëputemi për të ndjekur një tjetër këngë, vjen sërish Pastor Marceli me këngën Jam në shtëpi me Ati. Ne ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e programit Muzik Plus. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Emanuel. Në balë më gjetë Zot, në vendin ku më kishte lënë.